kam derin t'jem pjesë e datëlindjes së një nga klubeve më të mëdhej. U tha më i madhi, nuk e di nëse është më i madhi, po një nga më të mëdhej në Shqipëri. Partizani në 8 dekada ka kontribute të jashtëzakonshme në futbollin shqiptar. Padyshim që ka kaluar, do të thënë që nga themelimi dhe deri sot, ka kaluar në forma të ndryshme të organizimit që nga ajo shtetërore, shoqata dhe sot është një shoqëri aksionere. Një shoqëri aksionere e drejtuar apo me pronar vetëm Gazmend Demin dhe familjen e tij. Dhe me këtë rast unë dua ta falenderoj Gazin për drejtimin, për vizionin, për stabilitetin që i ka dhënë klubit dhe për investimet që ka bërë për këtë Partizan ku ne jemi sot. Në një projekt akoma të pambaruar, por sigurisht që do jetë projekti më i mirë i një klubi shqiptar. Faleminderit Gaz. Nuk mund të rri pa falenderuar apo pa i shprehur mirënjohjen sot gjithë atyre që kanë kontribuar duke luajtur futboll për Partizanin. Sigurisht që nëse do përmend emrat do bëj gabime, por gjithsesi do të rikujtoja disa nga ato figurat shumë të mëdha, mbretin e futbollit shqiptar, Panajot Panon, Lin Shllakun, gjithashtu kapitenin e 15 vite dhe bashkëpunëtorin tim për shumë kohë, Ilir Shulkun, Ylli Sheon, Gensto Morin, Ledio Pano, e shumë emrat të tjerë që i kanë dhënë vërtet tonin futbollit shqiptar, Partizanit dhe futbollit shqiptar. Në këtë stadium ku ne, apo në këtë kompleks, do të luajmë edhe ndeshjet e kampionatit e Europian për 21 vjeçarët 2027, fal investimeve të Gazit, të familjes Demi, të qeverisë shqiptare, të Federatës Shqiptare të Futbollit. Pra kur jemi bashkë, gjithmonë bëjmë gjëra të mira. Në kohët moderne një klub kërkon stabilitet, kërkon vizion, kërkon menaxhim dhe këto Partizani sot i ka. Akademia e Partizanit është një nga akademitë më të mira në Shqipëri, një akademi që prodhon talente dhe që e bën akoma më të sigurt të ardhmen e tij në futboll. I uroj shumë suksese, i falenderoj gjithë dhe i shpreh mirënjohjen edhe një herë atyre që kanë kontribuar ke Partizani, i shpreh mirënjohjen dhe i ftoj që të vazhdojnë ta mbështesin po me të njëjtin zell Partizanin, gjithë tifozat e Partizanit, jo vetëm Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, suksese dhe sa më shumë rezultate, sa më shumë fëmijë të veshin bluzën e Partizanit dhe të luajnë futboll.